Numri të arsimuarve që janë jashtë tregut të punës vijon të mbetet i lartë pavarësisht kërkesës që ka tregu vendas për burime njerëzore. Kërkesat më të larta sipas ekspertit Erion Muça i ka sektori i turizmit dhe ai i prodhimit. Industria e turizmit që ka nevojë për menaxher turizmi patjetër, është industria për punusë dhe prodhuese që kanë patjetër nevojë për inxhinier elektronik apo mekatronik, por tani më të përditësuar me ndryshimet e reja dhe me integrimin e inteligjencës artificiale për t'i bërë edhe më eficiente proceset e punës. Rreth 19.000 të diplomuar nuk e gjejnë veten në tregun e punës. Por sipas ekspertit të arsimit Arjan Xhelaj, ata mund të profilizohen në bazë të nevojave të tregut. Të profilizohen në ciklin e dytë master profesionale ose në programe të tjera ose në forma të tjera trajnimi, në këto profile ku ka të kërkesë tregu punës, qoftë ato në agrobiznes ose fusha tjera. Domethënë kjo është e rëndësishme që ne kemi sa më pak në thonjza mbetje profesionistë të cilët nuk ushtrojnë profesionin e tyre, po janë detyruar të ushtrojnë profesionin e tjera, duke riorganizuar të rigrupuar dhe i trajnuar për të futur në ato fusha ku ne kemi nevojë për profesionistë të rinj. Sipas ekspertëve, institucionet e arsimit të lartë duhet të bëjnë një profilizim të kurrikulave dhe të fokusohen në zhvillimet e teknologjisë, për të thithur edhe fonde që po alokohen nga Bashkimi Evropian. Konferenca fundi që bëri BE-ja me investitorët në Ballkanin Perëndimor, ku siç u pan kryesisht programet ishin teknologji të reja, nuk ishin shërbim, po ishin investime që i blenin qoftë teknologjisë informacionit, qoftë rrjeteve të shpejtësisë lartë teknologjike, teknologjive të energjisë rinovueshme ose energjive alternative të tjera. Mendoj që edhe universitetet do të ecin shpejt me përgatitjen e profesionistëve të rinj që do përdorin këtë lloj teknologjisë. Universitetet të riformatojnë komplet degët dhe programet e studimit që t'i përgjigjen dinamikave dhe nevojave konkrete të tregut dhe të prodhojnë profesionistë për industri konkrete për cilat ka nevojë dhe aq sa këto industri ka nevojë në numër profesionistësh që duhet të nxjerrin nga universitetet. Shkalla e papunësisë në vend për tremujorin e dytë të 2025-s ra në 8.5%, por për të rinjtë e moshës 15 deri në 29 vjeç, shkalla e papunësisë mbetet e lartë, 15.1%.